Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Dietarët i kanë bërë dhe një koment tjetër fjalës së Allahut të lartësuar: "Wa yastajibu alladhina amanu wa amilu s-salihati wa yaziduhum min fadlih." Allahu ua pranon lutjet atyre që besuan dhe bën vepra të mira, dhe ua shton mirësinë e tij, si dhe u jep atyre shpërblim të madh. Pra, sipas këtij kuptimi, ajeti do të thotë se Allahu subhanahu wa taala ua pranon lutjet atyre që besuan dhe bën vepra të mira. Besimi dhe veprat e mira është sebeb që Allahu i lartësuar na i pranoj lutjet. Nëse njeriu bëhet një besimtar i mirë, ka më shumë mundësi që Allahu i lartësuar t'ia pranoj lutjet. Allahu i lartësuar na ka urdhëruar dhe në surën Al-Baqara që t'i përgjigjemi atij, që t'i nënshtrohemi atij, që ai na i pranoj lutjet. Siç ka thënë: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kur robët e mi të pyesin ty për mua, thuaju atyre që unë jam afër, fa inni qarib. Unë ja pranoj lutjen atij që më lutet. Prandaj le të më përgjigjen mua, le të më binden, le të nënshtrohen urdhrave të mi dhe le të besojnë, le të më besojnë në mënyrë që të orientohen për ato që janë në të mirën e tyre, si në dynjë dhe në ahiret. Pra Allahu i lartësuar ka urdhëruar që t'i bindemi atij, t'i përgjigjemi urdhrit të tij, t'i nënshtrohemi atij, dhe të besojmë, sepse kjo është sebeb për pranimin e lutjeve. Prandaj, vëllezër, nëse dëshirojmë që ta pranojnë lutjet, dhe padyshim çdo musliman e dëshiron këtë, duhet iman dhe vepra të mira. Duhet bëhemi besimtar të mirë, se ata që bëhen dashur të Allahut, ata që bëhen devotshëm, Allahu i lartësuar pa pranon lutjet, siç ka thënë Allahu i lartësuar për evliat e tij, për të dashurit e tij në një hadith qudsi: "Wa la in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adhani la u'idhanna." Nëse do të më kërkoj diçka, unë do t'ja jap, dhe nëse do të më kërkoj mbrojtje, unë do ta mbroj. Pra Allahu i lartësuar ja pranon lutjen besimtarit të mirë, ja pranon lutjen njeriu të mirë. Lut Allahu subhanahu wa taala që të na pranoj lutjet dhe na jap nga mirësitë e tij. Allahu shpëlbeft me të mira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad.